Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me kandidatët e qarkut Berat këtë të martë. Kreu i Partisë Socialiste ju drejtua kandidatëve që të mos ndërhyjnë në garën për zgjedhjet. Ai theksoi se në çdo listë janë respektuar të gjitha komunitetet, bashkitë, moshat apo gjinit. Rama u shpreh kryetarëve të bashkive që duhet jenë në dispozicion të Partisë Socialiste të numrit 5. Ajo 5 më pëlqeu shumë se është 5-1. Detyra juaj është të bëni këtë, por nuk duhet të ndërhyni në garë. Kandidatët në listë duhet të kenë garë pa interferenca. Atëherë përshëndetje të gjithëve. Në fakt është një kënaqësi e jashtëzakonshme kur ne kemi kryeministrin e vendit, kryetarin e Partisë Socialiste, që viziton Beratin, qarkun Berat. Në fakt ne, sidomos ne beratasit, jemi shumë të qartë, pse çdo vizitë e kryeministit shoqërohet gjithmonë me lajme të jashtëzakonshme. Edhe sot gjatë ditës e kemi filluar me risinë e jashtëzakonshme dhe që qarku jon përjeton, që janë agroturizmet. Kemi vazhduar më pas me infrastrukturën duke përfshirë të rrugën e Ballabanit, që është një lajm i jashtëzakonshëm jo vetëm për qarkun e Beratit, por patjetër edhe për qarkun e Gjirokastrës. Ishim tashmë tek stadiumi i vjetër tek Këndi Duat Luaj, që është një lajm i jashtëzakonshëm sidomos për fëmijët e qytetit. Dhe këto gjëra, në fakt, nuk do ishin bërë të mundura pa Partinë Socialiste. Pas takimit me strukturat e drejtuesve të qarkut Berat, Rama kreu dhe një vizitë në parkun më të ri të qytetit, Dua të Luaj, pjesë e programit kombëtar për parqet komunitare me këndlorash, pistë vrapi, palestra në natyrë, fush basketbolli, volejbolli, tenisi, midisje shlose për më të rriturit dhe të moshuarit, e gjitha një dhuratë e bukur për qytetarët, por edhe për turistët e shumt. Është shumë divers për sa i përket aktiviteteve që mund të zhvillojnë fëmijët. Ne këtu fillojmë me fushat e padullit, që është qyteti i dytë Shqipëri që ka 2 fusha padull sot. Është sporti që rritet me shpejtësinë më të madhe sot në Europë. Këngullën shumë, por patjetër mbështetja e FSHS ishte jashtëzakonshme që na arritën ta bënin këtë realitet. Pastaj kemi fushë tenisi, fushë volejbolli, fushë basketbolli, calcetto, kënd lojrash për fëmijë, me rër edhe me tapet. Në vetvete dhe duke qenë që është në zemrën e qytetit, vetvetiu ka krijuar një ndjesi të jashtëzakonshme dhe këtu ndihet çdo ditë kjo zhurmë kaq e bukur e fëmijëve dhe të rriturve që rinë dhe shpenzojnë kohën. Dhe besoj që edhe me ngrohen e motit, kjo do jetë nam. Edhe për sa i përket gjelbrimit, që është shumë i rëndësishëm, me thënë drejtën, ne kemi mbyllur mbi 300 pemë brenda parkut. Këtu janë bërë për të luajtur le të themi ping-pong në ambiente të hapur, ka palestra force në natyrë, dhe ndjesia është jashtëzakonshme. Si duhet? Kryeministri Edi Rama dhe zëvendëskryeministja Belinda Balluku, si dhe drejtuesi i qarkut të Berat, Ervin Demo, inspektuan dhe kantierin e rrugës Berat-Ballaban. Ministrja Balluku dha detaje për rrugën, për të cilën tha se është urbane interurbane e kategorisë F dhe gjatësia e plot e segmentit do të jetë 60 km. Kjo rrugë lidh 3 bashki, Përmet, Berat dhe Tepelen. Po çekja të radion gjep, nxirë. Kështu që këtu problematikat që kemi pasur në fillim me shpronësimet apo edhe pjesë të tjera ku ka pasur një zë pushteti vendor na ka nesur shumë shpejt për të thënë të drejtën. Është diçka që duhet të progresojmë bashkinë e Beratit nga Kypra. Në ndërkohë kjo është një rrugë e kategorisë F. Hajde bardhaj, hajde. Hajde si e kemi? Rasela, sa e bukur që je. Sa e bukur është Rasela. Ja me të gjira.